Opozita ka dalë këtë të shtunë të protestojë në bulevardin kryesor të Tiranës kundër vendimit të qeverisë Rama për të mbyllur rrjetin social TikTok, duke e cilësuar këtë akt si një censurë të ngjashme me atë të diktaturës. Mbështetësit e opozitës u grumbulluan në sheshin Skënderbej dhe marshuan përgjatë bulevardit dëshmorët e kombit për të mbledhur përpara kryeministrisë. Të rinjtë e pranishëm banin në duar parrulla ku kërkohej të respektohej liria e fjalës dhe t'i thuhej jo censurës. Në podium folën kryesisht të rinj, mes të cilëve dhe kandidat në listën e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, teksa kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha zgjodhi të qëndrojë në mes të turmës. Në fund të protestës që zgjati pak më shumë se 60 minuta, lideri demokratë cilësoi këtë tubim si më madhështorin që nga viti 1990, kur studentët u kthyen nga takimi me Ramiz Alin. Ndëshkimin përfundimtar sot u damkos si një armik i egër i lirisë, armik i egër i të rive shqiptar. Nga protesta sot në shqiptarët ndigjuan thirrjen më fisnike, thirrjen do thosha më magjepse, do thosha më të fuqishme, më pasionante për fjalën e lirë, për nga cilësia po të garantoj që ky miting krahasohet me mitingun e datës 11 dhjetor 1990. Kryetari i Forumit Rinor Demokrat dhe të rinjt që mbajtën fjalime në shesh akuzuan kryeministrin Rama se po censuron rinin për të fshehur krimet elektorale. Po protestojmë kundër censurës. Është shumë e rëndësishme ta kuptojmë që të gjithë këtë gjë. Ta mbyllën 12 maj, po nuk e mbyllën 12 maj, sepse qeveria e tij është mbyllur që tani dhe do t'i japi oksigjen propagandës së centrifugës, mendimit të tij Goebbelsian dhe gjithçka që ai do të kontrollojë. Në 112 vjet shtet shqiptar, ky është vetëm rasti i dytë ku qeveria dëshiron të diktoj kanalet e komunikimit dhe çfarë thuhet në to. Nga gjithë ta të rinj që janë këtu në qesh, nga gjithë ta të rinj që dalin në protesta, kam për të dhënë Nosroku në mënyrën më të fuqishme në 11 maj. Qeveria u angazhua të mbyllë rrjetin social, ndaj të cilit edhe shumë vende të tjera në botë kanë vendosur masa pas vrasjes së të riut Martin Cani nga një bashkëmoshatar, ndërkohë që për këtë çështje u zhvillua dhe një konsult me prindër dhe mësues. Disa ditë më parë, kryeministri Rama njoftoi se mbyllja do të zgjasë 1 vit, derisa kompania të vendos filtrat e sigurisë, ndërkohë që aktualisht platforma ende është funksionale. Teksa Sali Berisha vlerëson se kryeministri Rama kërkon të mbyllë rrjetin social për arsye elektorale, pasi shumë të rinj po e ironizojnë kreun e qeverisë.